Kosova nuk e ka zgjedh krizën. Kriza ka zgjedh Kosovën. Bravo, prandaj pakoja. Jo kriza. Nuk është që rastësi edhe zgjedhet edhe pakoja në rastësi. Mo kriza nuk është që na kemi vendosur atë po im krizë si tash. Po. Na jetojmë, kemi një shumë kështu izoluar, na jemi një vend për më tepër i vogël me varfëni shumë të madhe, dhe jetoni integruar në dynjë. Prandaj krizat që ndodhin në botë, ato që fyt kanë me të ardhmën në shtëpi. Prandaj pakoja o shkon mëse natyrshme me e vonë. Ndoshta zgjedhjet nuk dosh më ndodh, se pakoja është dosh më ndodh, dhe mirë që ka ndodhur. Zgjedhjes s'kem pas nevojë. Që shpajtohemi krejt. Okej, unë mendoj edhe diçka, mendoj që nëse e vetmja që më thonë rrugë e opozicë, edhe njerëzve që janë, si më thonë, opozitor, është me i gjetë shpjegime të shkurta për me mujtë me rëzu për i pushteti Albin Kurti, me që kanë me gabu. Kanë provu me 28 vjetorin të thonë diaspora është armiku. Tash po provojnë me pakon të thonë që jemi garë pa barabart. Nuk rëzohet kë njeri për pushtetit kështu. Në shpjegime thjeshta shkurta, që dorën zemër, nuk i flajnë njerëzve, nuk më përgjohës për të regon kjo njerëzve. Mos me pritu, me bo analizë e kritik mirëfili. Kur pajtona me Dibronin, për shumë që ka tha Dibroni ma eret. Mirë, po këtu janë Dibër me nejën dy muhabetet të ndryshme. Pakoja nuk është e mendume me rregullu, si me thonë, problemet ma strukturore të ekonomisë. E unë përpajtona me ty që krahas me pakon, dhe skemat sociale dhe politikat e mirëqenie sociale, du të me pas reform strukturore, thelbësore të ekonomisë tonë. Edhe mirë shumë që e përmene të tatimin mbi dividend. Nuk është në rregull një vend i varfën sa Kosova, i vetëm një entitet që del në fitim me qenë bankat. Unë këtu pajtona plotësisht me ty. Mirë, po këtu janë dy tema të ndara. Pakoja nuk është pakoja e me këmbjes. Pakoja është nëse s'donin bankat fitim, pse kemi qef me fitu. Pse ka me inflacionin 2.0? Po nuk është pako, nuk është pako. Kur ja lën emrin inflacionit ti do të thotë ke marrë mos me luftu inflacionin. Ose me pako, ama kush po keni qef? Domethënë nëse bankat nuk fitojnë, kush po keni qef me fitu? Trafikata? Këto jo. Kjo si me fitu më shumë se sa këta. Nëse bankat fitojnë. Kjo flet edhe për ekonomi, flet edhe që njerëzit që marrin kredi, që qysh rregullon këtë dërgjon, po fakti që fitojnë bankat, që fitojnë kompanitë e telekomit, që fitojnë kompanitë providerat e internetit, normalisht që kanë fitu. Kjo më që mos me fitu bankat, tek Roma nuk është dertë jam shumë i madh. Po në një vend ku gjithë jemi të veç bankat janë të problemi. Edhe tjetra Leo, unë jam për çfarë që fiton më shumë do të më thonë sa shoqënia më shumë. Çaj që fiton më pak, më dhon më pak. Në tjerë po flas të parave që i japim. Pse më apo këtë punë? Ç'është logjika ndryshe Leo, si po flasim as për ideologji. Si televizioni shton, si ai që merr miliarda ata? Për pas që ka vjen buxheti e ka haxhit çerri, e ka haxhit për vitra, edhe ka haxhit për këtë edhe ça. Nisoj sigurisht që ka rrogën një orë më të mirë. I fundit që i ka rregulluar taksat të Ktisa Mustafa me Abdullah Hutin. Kur gjë s'ka prek problemi që ka me këtë çeviri. Ka duke përtu taksimin progresist. Ka të thonë që ekonominë do ta kthejmë prodhuese, e në fakt deficiti tregtar është kur ma ke se ka pas Kosova se sot. Po miliard më gati këto janë çështje se për shembull, nëse ti e përdor në fushat, mas ne na mundi me arsye pak, mundi me thonë se a kanë nevojë njerëz, mundesh me thonë dikuj që do këtë pak 100 euro, për dikon një shumë 100 euro, por mbi gjitha mbetet pyetja e njëjtë. Qysh është e mundshme 2 javë para zgjedhjeve vendosë minimumi të varfrit? A nuk mujte mas fushate, a nuk mujte para 2 mujve. Mi thonë krizës për deri të kryen zgjedhjet aty. Për krizë vonja, se voni kur ke lutur tani rambre. Me lutfa. Se voni për krizë, sa mund është të kem zgjedhjet në Kosovë. Çfarë dyqysh muesh aty Hormuzi, çfarë krize pat për 2 javë ndoshta kishin çfarë krize pat kur i çeke studentave SMS-a? Çfarë krize pat studentave kur i çeke SMS-a? Për zgjedhje lokale, para për zgjedhje lokale. Skeme pasër korruptive me ble vota. Kjo skem korruptive. Ata që morën që ti që hajni. Ata që me oportunistë.
Dikur ka pengu diaspora e keni pasion fare që kemi të nxjerrët i vendosja. Tash ja keni Kosova Edhe diaspora përfiton për këtë pse çfarë ti skema. A dhe që 14.000 përfitues pensioneve. 14.000 regjistruar me votu. Jo më 4. O Valan 14.000 Sumla me fol bre. 14.000 Allahus njona e do po. Po Allahus o fjalë çipe zonës tash ku jona ona s'kan faja që me te Allahus sa mund të fare. Pas për kazë që që po flota e lër po zona po jena që Allahus ka problem. Çfarë problemi është Allahus fjalë çipe. Për këtyre skemave që i ka shpërndosur sot aty kurti përfiton edhe diaspora. Na e dim që marrin kësi të fëmijëve që janë, shtesat e fëmijëve i marrin. Pensionet i marrin 14.000 dikun janë pensionist Kosovës që jetojnë jashtë, që marrin pensionin jashtë, po që i marrin edhe këtu. Kështu që këto skema i merr diaspora natyrisht që ata votojnë, se ata një pjesë e tyne po i lojnë parat, po i mbledhen pensionet këtu, çdo 6 muaj vinë, i marrin, shkojnë e kryejnë një pushim deti, pse mos me votu Albania. Si vjet s'ka më orë, këtë me pus kishin vendosur me votu edhe ne që unë kjo është skem kriminale, ça ka bën ky pushtet. Mega skem. Nuk e di çka i thot njëri, a janë të majt, a janë komunista, a janë kapitalista, Laskuza dhe Ajduka. Sa diçka që si ato diktaturat e Amerikës Latine, që ka hona e banana shtet, ta janë me vjedh deri te kolapsi shtetit si Venezuela, me prushë të vetë në skema sociale. Okej. Fakt, megjithatë, ajo çfarë vendimi i sotshëm i qeverisë për ndryshe është marrë në orët e para të mëngjesit. E kanë pas vetëvendosje një shpjegim ku pa nxjerr dekretin për shpërndarjen në orë 8. Në orët e hershme të mëngjesit. Edhe ky sot unë po ta fatin me po në RTK, domethënë vendimin e kishin ndërprer programin e mëngjesit me çit tamam puna festër të këtë program, pra me çit mbledhjen e qeverisë i lan hije në fakt. Ato që çau mundun parti tjera me boh gjatë fushatës, pra nuk është që u vrejtën e fundit Po me lej nesër si Amerikanë me kajmakë. Unë besoj që tonën kemi diskutuar njerëzia ka kohë, kështu që duhet me shpik tema të reja. Me ne që pak herët e ka bo, ka mujt me leon e venashme, pak herët e ka bo. Që të honën arrohet kjo. Njërë ti marim paret, është Bajrami, po shkon temperatura 30 gradë. Ne ti marim paret njërë gjithë shushile. Veshë që hapë merën. Letët që unë edhe ti marë paret edhe nuk bledë të vëta jame. Vëta e për këmë po du. Unë të në më dhe. Nuk jetë të albin kurte të paret. Sot pra partit ka pos aktivitete, po AK ishte në Deçan, Njunik, nëse nuk ka bëj ishte Zoti Gjini, PDK-ja po ashtu pra fushata e Bedri Hamzës ka vazhdu me qenë kështu më fokusume, kurse në mbrëmje Vjosa Osmani ka dhënë një intervist në Kanal 10, në cilën ndër tjera ajo thotë që me ngulmi kam kërkuar SHG-ave që t'ja japin edhe një shans kurtit, e kam mbrojtur çdo veprim të qeverisë për përgjigjet një narrative qeveritare, cila thotë që fakt Zoni Osmani ka penguar dëpërtimin e Zotit Kurti në kancelarit botërore, thotë ka qenë e kundërta. Nëse doni me komentu diçka, apo kjo... Po, në shumë shkurt e kisha komentu, për politikë të jashtme është mendoj prishja e Vjosa Osmanit me Albin Kurtin. Vjosa Osmani ja kanë zonë hijen Albin Kurtit, i cili s'ka pos qasë edhe për ata, që lidhet edhe me deklaratën e saj, për ata dhe nuk e ka pranu si kandidatë edhe pse ja ka falë 28 dhëtore në famshëm që i murë 51% e i pa bukur gjë. Kështu që hekja Vjosa Osmanit është me dalë Albinit të që ke politike jashme që e ka pengesës pe kuptën që është edhe sankcion i vendeve cilat për Vjosa Osmanin s'janë, s'kanë qenë, a për Albinin po. A këta të opozitës të avan puna. Kështu që Albini për do me dalë me marë stafetën e politikën e jashme. Me 51% të këshyrim që është Vjosa, ne po më që argjëj vetën, se s'mu i kja së presidentin me bo, murë në thu, që në vonë në kurth të vetë, edhe ta shenë zgjedhët leo, i këshyrim që atë 51 besoj që pa Vjosën e prek, unë e mendoj që edhe Drenicës kër i kam shu Albin Kurti,
me ja quë njësit speciale, ka bo me ikë për balafacimit të Vjosës Osmani se ai qasoj s'po do mu poti që piktura që nasina mu bashkë, tash qysh mos më dok me Vjosën balafacim, qutim që e drenicës të tërkojnë fokusin e vëmendje, që edhe pesi u rrëk me drenicë me ata që e pat, dhe më thonë, taktikën, manovrën, zgjedhur Albin Kurti, Vjosa Osmani tash kam jetë me full që po thotë për kofe amerikane dhe në deklarat qështu se ma qiti pak për binarit. E vërtet, kjo është, menoj që në fushat do shtë ndrojnë strategjin, po kjo është shumë gabim dhe me fokusu, me fokusu veç të raportet me Amerikën. Të kjo fundit na sonë të një ore diçka jenë të i full për problemet e shtivene, e tash nuk mundet Vjosa Osmani non-stop, me thonë që problemet me Amerikë, këna prishë me këta... Unë shkuta atë intervjist, për shak se edhe mediat duket ma shumë kanë qenë të interesuar për atë pjesë. Mendoj që Vjosa Osmani që tash po shihet si lidere e LDK sepse ka eklipsu totalisht Lumir Abdigjikun, është mirë me fokusu të temat sociale, të temat e përditshme të qytetarëve. Kështu që asoj i takon tash me fol për çdo tema e jo vazhdimisht me majt fokusin të raportet me SHBA-n. Okej.